Kapitulli 20. Mbretëria e qiejve është si zoti i shtëpisë, që doli në mëngjes herët për të gjetur punëtor për vreshtin e tij. Pasi u mor vesh me punëtorët që t'i paguante për 1 denar në ditë, i dërgoi në vreshtin e tij. Kur doli rreth orës 9, pa disa të tjerë që po rrinin pa punë te tregu dhe u tha: "Shkoni edhe ju në vresht, dhe do t'ju jap aq sa është e drejtë." Dhe ata shkuan. Ai doli përsëri rreth orës 12 dhe rreth orës 3. Doli edhe rreth orës 5. Gjeti të tjerë që po rrinin dhe u tha: "Përse rrini kot këtu gjithë ditën?" Ata i thanë: "Sepse askush nuk na ka marrë në punë." Ai u tha: "Shkoni edhe ju në vresht." Kur erdhi mbrëmja, i zoti i vreshtit i tha në punësit të tij: "Thirrri punëtorët dhe jepu shpërblimin, duke filluar nga i fundit e deri tek i pari." Kur erdhën ata që kishte thirrur rreth orës 5, secili prej tyre mori nga 1 denar. Kur erdhën të parët, mendonin se do të merrnin më shumë, por edhe secili prej tyre mori nga 1 denar. Kur e morën, ju ankuan të zotit të shtëpisë dhe i thanë: "Këta të fundit punuan vetëm 1 orë dhe i pagove aq sa ne që kemi duruar mundin e ditës dhe të nxehtin." Por ai ju përgjigj njërit prej tyre: "Mik, nuk po të bëj pa drejtësi. A nuk u morëm vesh për 1 denar? Merr atë që të takon e shko. Unë do t'i jap këtij të fundit sa ty. A nuk më lejohet mua të bëj çfarë dua me gjën time? Apo ke zili që jam i mirë?" Kështu të fundit do t'jenë të parët, dhe të parët do t'jenë të fundit. Kur po shkonte në Jeruzalem, Jezu i mori më njanë 12 dishepujt dhe gjatë rrugës u tha: "Ja, ne po shkojmë në Jeruzalem, dhe Biri i njeriu do t'u dorëzohet kryepriftërinjve dhe skribëve. Ata do ta dënojnë me vdekje. Do t'u dorëzojnë paganëve që ta tallin, ta fshikullojnë dhe ta kryqëzojnë. Por ditën e tretë, ai do të ngjallet." Atëherë erdhi te Jezui nëna e bijve të Zebedeut bashkë me djemtë e saj. I ra në gjunjë dhe i kërkoi diçka. Jezui i tha: "Çfarë dëshiron?" Ajo i tha: "Urdhëro që këta 2 djemtë e mi të ulen njëri në të djathtë dhe tjetri në të majtën tënde, në mbretërinë tënde." Por Jezui i u përgjigj: "Ju nuk dini çfarë kërkoni. A mund ta pini ju kupën që do të pi unë?" Ata ju përgjigjen: "Mundemi." Jezui u tha: "Kupën time do ta pini, por që të uleni në të djathtën dhe në të majtën time nuk më takon mua ta vendos, sepse vendet u takojnë atyre që u ka bërë gati Ati im." Kur e dëgjuan këtë gjë, 10 të tjerët u zëmbruan me 2 vëllezërit. Por Jezui i thirri pranë vetes dhe u tha: "Ju e dini se krerët e paganëve sundojnë mbi ta, dhe të mëdhenjtë e tyre ushtrojnë pushtet mbi ta. Me ju nuk duhet të ndodhë kështu. Por nëse dikush nga ju dëshiron të bëhet i madh, le të bëhet shërbëtori juaj. Dhe nëse dikush dëshiron të jetë i pari, le të jetë shërbëtori juaj. Sikurse edhe Biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por erdhi për të shërbyer e për të dhënë jetën e vet si shpengim për shumë njerëz." Kur po dilin nga Jerikoja, Jezuin po e ndiqte një turmë e madhe. 2 të verbër që rrinin ulur në anë të rrugës, kur dëgjuan se po kalonte Jezui, bërtitën: "Ki mëshirë për ne, o Zot, Biri i Davidit." Turma i qortoi që të heshnir, por ata bërtitën edhe më fort: "Ki mëshirë për ne, o Zot, Biri i Davidit." Jezui ndaloi, i thirri e u tha: "Çfarë doni të bëj për ju?" Ata i thanë: "Zot, duam të na hapen syt." Jezui ndjeu dëmshuri për ta e u preku syt. Atyre ju kthye më njëherë shikimi dhe shkuan pas tij.